Kudo që të shkojmë sot, nëpër shkolla, kafene apo parqe, shohim të ri me cigare elektronike. Është kthyer një fenomen masiv dhe në këtë shpjegim do të zhytemi thellë për të zbuluar eksaktësisht se çfarë fshihet vërtet pas asaj reje të madhe avulli. Në rregull, le ta lisim direkt. Këto pajisje po mbahen në përduar nga miliona adoleshentë çdo ditë, sikur të ishin thjesht disa aksesor teknologjik krejtësisht të padëmshëm. Kanë ngjyra pastel, dizajne vërtet kurioze, duken lezetshëm, apo jo? Por lind pyetja thelbësore: çfarë po fusin vërtet në trup ata që i përdorin? Le të shikojmë faktet dhe të dhënat mjekësore për të parë çfarë fshihet pas asaj pamjes aq miqësore. Pjesa e parë, çfarë janë në të vërtetë cigaret elektronike? Përtej atyre ngjyrave të ndezura dhe formave që ngjajnë si USB. Dëgjoni pak të shifër, 1.63 milion, sipas Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara, kaq është numri i nxënësve që aktualisht përdorin cigare elektronike. Është një shifër absolutisht tronditse. Kjo na tregon se nuk po flasim më për një rast izoluar, por për një realitet ku këto pajisje janë bërë normë nëpër shkolla. Jemi duke parë krijimin e një gjenerate krejtësisht të re përdoruesish. Dhe ka një arsye geniale dhe mjaft dinake pse ndodh kjo. Shikoni pak këtu, plot 87.6% e adoleshentëve që i përdorin zgjedhin specifikisht ato me aroma. Fruta, karamele, mente, e keni parasysh? Kjo nuk është as pak e rastësishme. Është një taktikë e llogaritur deri në detaje nga industria për t'i bërë këto produkte të ngjajnë si të shijojnë si disa ëmbëlsira krejtësisht të padëmshme për t'i bërë të rinj për vete. Kalojmë te pjesa e dytë, mitet dhe përmbajtjet e fshehura, sepse jo, nuk është thjesht avull uji. Këtu gjërat bëhen vërtet serioze. Ajo reja e bardhë që duket aq paqësore, nuk ka absolutisht asnjë lidhje me ujin. Thithja e saj do thotë t'i mbushësh mushkrit me kimikate që shkaktojnë kancer dhe metale të rënda. Po flasim për plumb dhe nikel, dhe të mos harrojmë diacetilin, një kimikat që jep aromë, por që lidhet me sëmundje të mërshmësh të rënda të mushkrive. Trupi ndoshta i përpunon disa nga këto kur i ham, por mushkrit tona thjesht nuk janë dizenjuar për të filtruar një re toksike kimikatesh. Por si kthehet kaq shpejt në varësi? Sekreti i tyre i errët quhet kripra të nikotinës. Kjo është një formulë kimike e modifikuar enkas për të lejuar thithjen e niveleve super të larta të nikotinës pa pasur atë ndjesinë e gërvishtjes apo djegjes në fyt. Është një hakerim total kimik. Për shkak të kësaj, adoleshentët marrin doza gjigante të një substance që krijon një varësi ekstreme, dhe trupi mësohet me të në një kohë rekord. Pjesa e tretë thellohet te efektet në tru dhe trup. Si e hakeron nikotina zhvillimin? Truri i njeriut është vërtet magjepsës. Ai vazhdon të ndërtohet dhe të krijojë lidhje të reja nervore deri rreth moshës 25 vjeçare. Por kur ky tru në zhvillim e sipër ekspozohet ndaj nikotinës, nikotina ndryshon fizikisht arkitekturën e tij. Ajo godet pikërisht qendrat e vëmendjes dhe kujtesës të rinjt. Kjo përkthehet në vështirësi reale për të mësuar, për të përqendruar dhe për të kontrolluar humorin dhe impulset e tyre. Dhe sa për dëmet fizike, ato nuk duan vite të shfaqen, ndodhin shumë shpejt. Pezmatimi i mushkrive ose gulqimi e tregojnë menjëherë veten, sidomos kur bëhet fjalë për sportin. Imagjinoni një adoleshent që luan futboll apo basketbol, lodhja shpejt, mungesa e theksuar e oksigjenit në fushë, të gjitha këto vijnë sepse mushkrit janë të mbingarkuara dhe të dëmtuara nga aerosoli nxehtë që folëm pak më parë. Kalojmë te pjesa e katërt, shëndeti mendor dhe ankthi, cikli i famshëm vicioz. Këtu kemi të bëjmë me një paradoks të madh. Shumë të rinj nisin përdorimin me idenë se do t'i ndihmojë të qetësohen nga stresi, por sapo niveli nikotinës në gjak fillon të bjerë, trupi fillon tërheqjen fizike. Dhe gjeni pak, është eksaktësisht kjo tërheqje kimike që shkakton të njëjtin ankth, shqetësim dhe stres që përdoruesi besonte se po e kuronte përmes cigares elektronike. Është një kurth i vërtet. Nëse dikush ndihet tepër nervoz, ka dhimbje koke apo nuk flet dot gjatë natës pa patur cigaren elektronike afër, duhet ta di që këto janë simptoma klasike të tërheqjes. Është thjesht reagimi i dëshpëruar i trupit që po kërkon kimikatin. Ta dish këtë fakt është çliruese, sepse nuk ka faj karakteri askujt këtu. Faj qëndron 100% te produkti që është inxhinierizuar për të shkaktuar këtë lloj varësie agresive. Pjesa e pestë, kurthi i kompanive të duanet ose si të krijosh një klient të përjetshëm. Tani, ajo çfarë është vërtet interesante dhe njëkohësisht frikësuese këtu, është se si industria po përdor elementet e videolojrave, ekrane digjitale të cigaret elektronike, lojra ku merr pik apo ngjitesh në nivel sa më shumë nikotin të thithësh, absolutisht e tmerrshme. Ky është një kurth i hapur dhe flagrant, një manipulim i pastër i krijuar fiks për të tërhequr gjeneratat e reja që janë rritur duke luajtur videolojra. Pajisja kthehet në një lojë që mbjell varësi kimike. Dhe nëse pyesim veten pse bëjnë këtë, shifra e thot vetë.
$488.9 milion. Kjo është vlera e shitjeve të këtyre produkteve në SBA, vetëm në një muaj vetëm, në qershor të vitit 2024. Është një shumë marramense që vërteton se taktikat e tyre po funksionojnë për mrekulli dhe tregon shumë qartë se kush po pasërohet kaq shumë në kurriz të shëndetit fizik dhe mendor të një brezi të tërë. E po, le të kalojmë në një notë më pozitive. Pjesa e 6. Si të ndalohet përdorimi? Koha për të rimarrë fuqinë mbrapa. Lënia cigares elektronike mund të duket si një mal i lartë për të ngjitur, por gjithçka bëhet më e lehtë me këta 4 hapa praktik. E para, gjej një arsye personale pse do ta lësh dhe shkruaj diku. Kjo ndihmon pafund psikologjikisht. Hapi 2, vendos një ditë fikse. Hapi 3 dhe ndoshta më i rëndësishmi, hidh në plerat çdo pajisje, pastroj ambientin tënd plotësisht dhe së fundmi, nuk ka asgjë të keqe të kërkosh ndihmë, si përdorimi i aplikacioneve mbështetëse që vërtet të ndihmojnë në momentet më të vështira. E kur dëshira biologjike për nikotin godet ashpër dhe papritur, ka sekrete të vogla që mund të aplikohen në moment. Për shembull, shpërqendrimi i trurit, përtyp një çamçak pa sheqer, vendos muzikën e preferuar ose bëj disa frymarrje vërtet të thella. Edhe thjesht i shkruash një mesazh dikujt që të mbështet ose të dalësh për një ecje të shpejtë, mund të bëjë mrekulli për të kaluar atë valë të shkurtër por të fortë të dëshirës për nikotin. Truri kalon menjëherë në diçka tjetër. Për ta mbyllur, pasi kemi parë gjithë këto fakte, mendohuni pak. A duam vërtet të lejojmë disa korporata gjigante të kontrollojnë jetën, xhepin dhe trurin e të rinjve? Për adoleshentët, periudha e rinisë është fiks koha për të fituar pavarësinë dhe për të krijuar lirinë e tyre. Dhe refuzimi i këtij kurthi është mënyra më fantastike për të treguar se askush nuk mund t'i trajtojë ata si klient të përjetshëm. Me këto pyetje të rëndësishme, mbyllim edhe shpjegimin ton për këtë industri vërtet manipuluese.